Berat Gjimshiti po shndrohet në figurën kryesore të mbrojtjes së Atalantës këtë sezon. Kapiteni kombëtare shqiptare ka fituar besimin e trajnerit Raffaele Palladino, i cili e ka identifikuar si shtyllën kryesore të mbrojtjes me 3 lojtar. Për prezencën e tij të sigurt dhe qëndrueshmëri në lojë, roli që ndërmbrojtësit suedez Isak Hien po analizohet nga drejtuesit e klubit. Sipas mediave italiane, Hien nuk konsiderohet më i pazëvendësueshëm. Dinamika e merkatos së dimrit mbetet e paparashikueshme dhe përballë një oferte rreth 30 milionë euro me skuadra nga Premier Liga dhe Interin që kanë shfaqur interes, Atalanta mund të vendosë të sakrifikojë qendërmbrojtësin suedez. Hien ka qenë një nga më të dalluarit me Atalantën deri më tani, megjithatë besimi që stafi teknik ka te Gjimshiti mund të bëjë këtë ndryshim, duke nxjerrë edhe një herë tjetër në pa vlerat e kapitenit të kombëtares. Atalanta mposhti Torinon me rezultatin 2-0 në shtëpi. Tashmë gjithë fokusi është e Berat Gjimshiti, pasi mbrojtësi kombëtares u largua me slotësh në pjesën e parë. Sky Sport dha detaje, ndërsa lajmi vetëm i mirë se Gjimshiti nuk ka fraktura. Ky dëmtim ndërkohë mbetet kompleks dhe nuk është klasik në muskulin fleksor siç u mendua fillimisht. Vetëm rezonanca do e përcaktojë në vijim se çfarë do të ndodhë. Tek Atalanta shprehen se shpresa qëndron që Gjimshiti të jetë përlotur nga shoku dhe dhimbja e momentit, më tepër se nga shkalla e rëndë e dëmtimit. Fakti se përplasja me Zapatën e Torinus nuk e lejoi të vazhdojë më tej kapitenin e kombëtares son. Vetëm 41 minuta u regjistruan në këmbët e tij. Berat Gjimshiti nuk po kalon një periudhë të lumtur me dëmtimet, pasi po bëhet vazhdimisht viktimë e tyre duke mos luajtur rregullisht. Kapiteni i kombëtares shqiptare është dëmtuar përsëri dje në ndeshjen që skuadra e tij Atalanta po luante ndaj Torinos. Në minutën e 40, pas një largimi topi, ai u godit nga Zapata dhe ul në tokë duke kërkuar ndihmën e mjekëve. Mbrojtësi e kishte të vështirë të çojë në këmbë për shkak të dhimbjes dhe shokët e skuadrës kërkuan Barelën, një situatë e cila shqetësoi dhe Ardian Ismailin, pjesë e torinezëve, i cili shkoi menjëherë të interesohej për kapitenin e kombëtares shqiptare. Mbrojtësi Atalantës nuk mund të vazhdonte më dhe Kësisoju detyrua të lindte fushën e lojës i mbajtur nga krahët, duke çaluar dhe mes dhimbjeve për të shkuar direkt në dhomat e zhveshjeve të stadiumit.